Sigurisht, kjo duhet të ndodhë. Dhe për mua shumë e vështirë të paramendoj që ka kallas të tras presidentin Vučić, kryeministin Kurti dhe të takohen dikon në proces dhe pastaj përgjigja tjetë, jo, më fal, nuk do vina takim nga ndonjëri prej tyre. Sepse nëse nuk flasim me njëri tjetrin, është e pamundur me u zgjidh ndonjë problem. I kuptoj plotësisht problemet që i përmendet lidhur me sulmin e Banjsk, lidhur me mungesën e nënshkrimit të marrëveshjes, por këto çështje mund të diskutohen. Nëse nuk diskutohen, kjo bëhet si parakushtja se bëjmë kur gjë nëse s'bëhet kjo, atëherë nuk arrijmë kur gjë. Ky 14 mars ishte një shembull shumë i mirë. Kemi dëgjuar edhe për para vendin e kushteve se kjo duhet bëhet fillimisht, por jo, u bë dhe marrëveshja 14 marsit. Jo, deri me tani nuk ka qenë mundur që të ketë ndonjë takim të nivelit lart. Takimet e nivelit të lartë nuk janë vetëm thjesht se janë takimet të nivelit lart, por duhet të jenë të përgatitura mirë nga diplomatët dhe të punët e cilëve nuk do të vrehet aq shumë. Shpresojmë që një vizitë apo një takim i nivelit të lartë kur të zhvillohet, ai do të jetë i suksesshëm, që do të hapen do të ca procese, do të ecën diçka përpara. Tani po përsëris edhe herë kjo marrëveshje e 14 marsit nuk ka qenë marrëveshje e dialogut, ka qenë një marrëveshje e një forme krejtësisht ndryshe. Nuk mund të flasë si është bërë kjo, por kjo tregon që nëse ka vullnet mirë, është e mundur të ecet përpara në zgjidhjen e problemeve, duke marrë parasysh shpresën e njerëzve, veçanërisht këtu në Kosovë që duan të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, atëherë nevojiten të ndërmerren hapa guximtar për të ecur përpara.